Ajo që ndodhi me Selinën dhe maman e saj është një nga momentet më të forta emocionale që mund të jap një reality show si Big Brother. Nuk është më thjesht lojë, strategji apo fitore, është përballje mes binitetit personal dhe spektaklit. Le ta shohim pak më thellë këtë situatë. Fjalët e mamas në fillim janë thelbësore. Ajo nuk hyn duke e kritikuar, por duke e ngritur vajzën e saj. Je vajzë e fortë, me edukat jemi krenar për ty. Kjo është një mënyrë shumë e qartë për t'i kujtuar Selinës identitetin e saj jashtë lojës. Në një ambient si BBV, ku çdo gjë deformohet nga presioni, izolimi dhe konfliktet, një kujtesë e tillë është si një rikthim në realitet. Por pastaj vjen kthesa e fortë. Kur ajo thotë që 48 orët e fundit kanë qenë përdhosje dhe për ulje shumë e madhe, mesazhi nuk është më vetëm emocional, është një vijë e kuqe. Nëna po vendos një kufi, ka një pit ku loja nuk është më lojë, por cenimi i dinitetit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në Big Brother shpesh normalizohen situata që jashtë do konsideroheshin të papranueshme. Fyerje, presion psikologjik, poshtërime, të gjitha justifikohen me është lojë. Por familja, sidomos një prind, e shen ndryshe, për ta nuk është spektakël, është fëmia i tyre. Kërkesa për ta nxjerrë Selinën nga shtëpia është akti